Historia e inceneratorit të Tiranës është një histori, pra janë miliona euro të hedhura dëm, incenerator pra të hedhura, të vjedhura, incenerator nuk ka, sot jemi praktikisht në emergjencë mjedisore, sepse Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ka informuar bashkitë që duhet të bëjnë ndarjen e mbetjeve në burim, sepse nuk ka vend dhe kërkon nga qeveria një dritë jeshile dhe nga Spaku për të hapur një vend depozitim të ri, sepse ne jemi akoma në... Ka një emergjencë të madhe për mbetjet. Jemi të qartë, okej. Nuk fillon gjithë problemi, pra sot, ndërkohë që dënohen 6 veta, 7 veta, 7 ishin, sepse unë ndoqa seanca me shumë vëmendje. Tamam sikur të kishin vjedhur një pul, jo që janë shpenzuar miliona euro, dhe ndërkohë pjesës më të madhe të këtyre të pandërhuve u shua masa e sigurisë, edhe pse disa prej tyre nuk lirohen për shkak se kanë akuzat të tjera për inceneratorin e Elbasanit dhe inceneratorin e Firit, problemi bëhet më i rëndë sepse edhe sot që ne flasim është duke vijuar afera korruptive. Çfarë do thot afera korruptive? Dini pak në lumenjt rreth rrotull Tiranës dhe do kuptoni që gjatë natës me dakordsinë e policisë së shtetit dhe policisë bashkiake po hedhin inertet, pra gjithë mbetjet ose hapja e gropave për pallate të reja, duke qenë se pjesa e madhe e dherave nuk depozitohen më në landfill për shkak se nuk ka hapësira, është i tej mbushur dhe nuk ka kapacitet, po ndosin gjithë ambientet dhe kryesisht shtratet e lumenjve. Një, që duhet ketë një hetim emergjent dhe duhet ketë përgjegjësi penale për këtë, e para. E dyta, nuk ka akoma një përgjigje kush është kreu i aferës së inceneratorëve. Sepse Lefter Koka vërtet është dënuar edhe për Firin, është në për Elbasanin, me 6.8 vite burg është duke u rigjykuar për Firin, ka një dënim për Tiranën, po Lefter Koka nuk ishte potencialisht asnjë mundësi reale që të firmoste dhënien e 3 koncesioneve me vlerë miliona euro, nëse nuk do të kishte pasur bashkëpunimin ose dakordsinë e ministrave të tjerë të qeverisë deri tek kryeministri. Pra do thotë, emërtimi si quo ose caktimi Lefter Kokës si peshk i madh në këndvështrimin tim është një minus shumë i madh që i shkon spari prokurorisë dhe së dyti gjykatës. Dhe ne kemi ngritur shpesh historinë e hetimit të aferës së inceneratorëve, që është një dosje e pahetuar, sepse vetmja mundësi që kjo dosje të hetohej dhe të shkonte deri në fund dhe të kishte realisht kreun e grupi strukturuar kriminal, ishte të hetohej si grupi strukturuar në një dosje të vetme dhe të zbardhej e gjitha. Ne kemi 10 procese për inceneratorët, sepse kemi Martinin dhe Klodian Zoton që i kemi në kërkim për 3 inceneratorët dhe për marrëveshjen e dherave, për pastrimin e parave, kemi një sër personazhesh në kërkim, kemi zyrtarët Ministrisë së Financave apo ministrive të tjera të cilët janë duke u gjykuar me procese të zakonshme, pra janë bërë 10 fraksione procesesh, por në thelbi cili është një nuk janë dënuar dhe marrën përgjegjësi penale kokat që ngritën këta aferë korruptive, e projektuan, e ndërtuan, e ideuan, vodhën edhe parat dhe i dërguan në offshore, dhe më e rënda këtu është që nuk ka incenerator. Dhe vetmja mundësi që Tirana të shpëtojë nga plerat ose bashkitë e qarqeve është të ndërtohet inceneratori. Për të ndërtuar inceneratori duhen po aq para se janë vjedhur. Pra do thotë që tek xhepat e shqiptarëve do të shkojë dora sa më thellë që të marrin sa më shumë para, sepse nuk kanë se si ta mbushin këtë grop që kanë krijuar. Dhe sot që flasim mjafton të shkosh në Sharr dhe të kuptosh që mali i plerave është i tmerrshëm. Dhe askush nuk flet. Qartë, jemi të qartë. Ylli, ajo që thonë zvarritja e hetimeve të Spakut për çështjen e inceneratorit të Tiranës është që jemi në një situatë emergjente mjedisore, si shtat Plodi, dhe dherat dhe inertet janë duke u shkarkuar në lumenj apo në gropa në periferi të Tiranës. Por kjo nuk do të vazhdojë gjithmonë. Tani, sa më shumë zvarritjen e hetimet, se minimalisht Spak duhet të kishte pas sekuestrimit kërkonte edhe konfiskimin e kompanisë. Kompania ka kontratën që ka menaxhimin e landfillit të Sharrës për 30 vjet. Askush nuk mund të hyjë në landfillin e Sharrës përveç administratorëve të Agjencisë së Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara dhe punonjësve të Kompanisë Integretit Energji BVSPV. Nuk është territori i kësaj kompanie. Në momentin që kompania konfiskohet, atëherë i linde drejta shtetit që këtë vjedhje që u bë me 130 milion euro në rregull nuk u gjetën parat, nuk u gjet as fajtori, i vërtet, por të paktën të mos humbë kohë dhe pastaj të bëjmë një tjetër tender emergjent për të ngritur në mos incenerator, ta bëjmë Jemi plotësisht dakord me këtë, domethënë ka një emergjencë të vërtet të madhe me mbetjet dhe situata është mjaft kaotike. Tani
Ka hetim për Irin Velien, pse duhet një kohë kaq e gjatë për të konkluduar hetimet, se unë dhe s'marrëvesh nga këto gjëra. Apo edhe s'pak rakordon me zgjedhjet, mbarojnë zgjedhjet, filloi kjo puna tjetër, të mbaroi kjo. Belua për shembull, Belin Këlliçi, tha që pas zgjedhjeve e akuzojnë dhe Velien për insenatorin. E tha kot kjo apo? Tani, Lefter Koka është dënuar 6.8 vjetë për insenatorin e Elbasanit, 5.8 për atë të Fierit. Dhe është... U kthye për rigjikim. Po, pra, po është, ka ma një dënim për atë. Dhe aty është dënuar përveç tjerave dhe për korupcion. Ndërkohë që për Tiranën akuzohet vetëm për shpërdorim detyre, në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të komisionit. Dakor? Kjo akuzë edhe parashkruhet. Dakor? Pra kalon koha dhe nuk ka më vlerë si akuzë. I vetmi basti Spakut në këtë rast është që Lefter Koka ka qenë protagonist të dy insenatorët e parë, por tek i treti duket që ja kanë marrë nga dora, nuk është më Lefter Koka. Dhe ndoshta kjo mund të jetë arsye e Spakut që dënon Lefter Kokën vetëm për shpërdorim detyre. Dhe duhet ketë në listë emra të tjerë që janë protagonistët e vërtet të insenatorit të Tiranës. Përveç dy prestanomeve që drejtonin kompaninë, Mirel Mërtia, duhet të jenë personazhe të tjerë, kryetari i bashkisë, ministra të tjerë, ndoshta kryeministri, por këta duhet ketë hetim të veçantë. Dhe Spaku, në fund të kësaj historie, ndoshta edhe mbas 4-5 vitesh, sepse korrupsioni është një vepër e cila ka marzh pritje deri 20 vite për të dënuar. Do më thënë kjo kohë që gjatë është e përliqme, thoni ju, 4.6 vjetë. Për korrupsionin mund të kalosh edhe 10 vjetë, edhe 15 vjetë dhe mund të hajtosh më vonë. Ky është basti Spakut në këtë rast. Është një vepër, se mendoj që edhe korrupsioni kalon një kohë dhe parashkruhet. Sepse ka afate, ndërkohë e vetja mundësi ka shumë më tepër afate se sa shpërdorimi detyrë. Patjetër, pra kjo është për antarët e korrupsionit. Vetja gjë që mund ta mbaj hetimin e insenatorit në këmbë janë dyshimet për një skemë pastrimi të parave. Dhe vetëm kështu skema, pra vepra penale e pastrimit të parave është një vepër që nuk parashkruhet. Dhe do kohë. Patjetër, po është gjithsesi ka afatet e veta. Çështja është që edhe grupi organizuar kriminal. Tela, patjetër, po të ishte për grup strukturuar, nuk ngrihet grupi strukturuar kur të bën 7 procese, duhet ishte ngritur që në gjenezën e vet. Ky është problemi i Spakut, po them, ka ende kohë për të pritur që Spaku të reagojë në raport me zyrtarë të tjerë që kanë lidhje me insenatorin. Të paktën te marrëveshja e dherave, ata kanë mundësi potenciale për ta hetuar dhe për të zbuluar realisht krerët e vërtetë të insenatorit Tiranës. Jo, Klodon mendoj ndryshe. Marrëveshja e dherave është mes Spak duhet të thot kush është përgjegjës që parat u dham, po nuk ka incenerator. Pastaj janë dherat. Pra kemi 90 milion euro të taksa paguesve shqiptar. E thash pak më herë Tola. Ajo çfarë po thoja unë. Bish dherat prevalon kjo. Të lutem, ato e thash dhe mos përsërit atë që thash unë. Ajo çfarë po thoja në këto momente lidhe me këtë, duke qenë se marrëveshjen e dherave e kanë të hapur ndërkohë. Pra është një çështje e pambyllur. Kanë mundësinë ta shtrinë hetimin. Këtë po saktësoja. Se që mos më ndërprit. Ja, ju lutem. Okej. Përsëris atë që thua ti.